rëndësia e itikafit edhe çysh praktikohet gjatë këtyre netëve? Po, rëndësia e itikafit është që nga mëngjesi i ditës 20 po. deri në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, ku një njeri izolohet nga brangat e tij të përditshme, nga obligimet e tjera të punës, edhe përkushtohet në madhërim të i madhi Zot Xheleshanuhu ve Xhelalu. Neve përpara tash fatkeqësisht për xhamit tona apo në xhamit kryesore, në të kaluarën kemi pas njerëz të cilët kanë qenë të interesuar dhe kanë bërë gara se kush të hynë në itikaf për ta përfatësuar qytetin. Po. Dhe është zgjedhur ai njeriu i cili ka qenë më i devotshëm, më i sinqert te Zoti Xheleshanuhu ve Xhelalu. Pra, itikafi